Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit mars për shenjën e peshores. Peshore, në javën e parë të marsit duhet të jeni të fort fizikisht, por mbi të gjitha të fort nga ana psikologjike, nga ana emocionale, sepse java e parë e marsit do t'ju përballë me frikrat, me paranojat, me dyshimet, me pasiguritë që ju keni, me gjithçka që i keni të mbledhur brenda vetes tuaj dhe nuk keni pasur guximin ta thoni më përpara. Sepse me datë 3 mars kemi eklipsin e hënës së plot. Gjithmonë hëna e plot sjell emocionet tona, i sjell në sipërfaqe. Kur është eklips është shumë fishuar, është si një vulkan. Mendoni që ti mbledh dhe shpërthen pastaj rreth datës 3, 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas do të jemi në këtë energjinë e eklipsit dhe është në Virgjëresh. Energjia e Virgjëreshës të kërkon që ti të japësh llogari vetes tënde. Të kërkon që mos të kesh më dyshime, ti mendosh gjërat jo vetëm me emocion, por me llogari për veten, për të mirën tënde, çfarë është e rëndësishme për ty. Dhe kjo ka të bëjë në rast parë me zhvillimin tënd si individ, nëse ka diçka që ti e ke me frikë, e ke me pasiguri të madhe, e ke evituar për shumë kohë, nuk e bëj dot këtë gjë, kam frikë, a doja dal dot, a do e realizoj dot, për shembull, dikush mund të ketë pasur frikë për t'i dhënë makinës, edhe e ka shtyr me justifikime. Tani krijohet një rrethan, një situatë në javën e parë që të duhet me patjetër të dish të japësh makinës, sepse është një nevojë, është diçka që është një aftësi që ti kur e ke ndihesh më i plotësuar si individ. Për dikë tjetër mund të jetë diçka që ka të bëjë me punën, ku ti mund ta kesh evituar të bësh një shkollë apo të bësh një kurs apo diçka, ja edhe pak, ja të pres edhe pak, dhe do të kuptosh që duhet bërë me patjetër në mënyrë që të avancosh, që të ecësh përpara. Për dikë mund të jetë ballafaqimi në punë, nëse ke pak kënaqësi, nëse dikush nga eprorët ose nga bashkëpunëtorët ka bërë diçka ndaj teje, apo abuzon me punën që ti bën, me përkushtimin tënd, me dashamirësinë tënde, tani do të vi momenti të tregohesh i fortë, e vendosur, të qëndrosh, të kërkosh llogari për të drejtat e tua, çfarë është më e mira për ty. Shikoj për disa peshore edhe një dëshirë për të luftuar për raportin tënd, sidomos nëse raporti yt është i fshehur, nëse je në një marrëdhënie dashurie që nuk ke dashur ta mbash sekret, sepse ke menduar që shumë persona mund të mos jenë dakord, persona të familjes, persona të shoqërisë, dhe tani do të vi momenti që do thuash të vërtetën, do duash të luftosh për atë që ti do, për atë që ti ndjen, për emocionin tënd, sado e gabuar që mund të duket se jashtëmi, apo sado persona të kenë shkundur ti, do duash të përballesh me gjithë botën për të mbrojtur dashurinë tënde, për të mbrojtur atë që është vërtet e rëndësishme për ty. E do ju a them këtë se shikoj një fokus të madh tek emocionet, një fokus të madh tek raporti në çift, tek dashuria. Në javën e dytë ju shikoj shumë mirë, ju shikoj mjaft të përfshirë, keni gjetur një person që vërtet e ndjeni që është shpirti juaj binjak, është një lidhje e bukur, është një lidhje e shëndetshme. Ky person ju kupton jashtëmase, kuptoni njëri tjetrin shumë mirë. Është një lidhje që e kalon pjesën fizike dhe ka një thellësi të madhe emocionale mes jush. Mund të keni situata të ngjashme në jetë, eksperienca të ngjashme. Ky person të jep paqe, të jep qetësi. Ky person të bën të ndihesh mirë. Kush është në një marrëdhënie dashurie dhe ndjeni kaq të plotësuar, e shikoj raportin shumë të bukur, edhe akoma më pasionant dhe akoma më intensiv, pikërisht në javën e dytë, sepse me datë 6 mars edhe Afrodita, planeti i dashurisë dhe romancës, kalon në Dash, që është shenja e kundërt me ju, dhe kjo ju bën
ju jep pasion në çift, po ju bën edhe shumë luftarak, ju bën që t'jeni shumë protektiv ndaj marrëdhënies tuaj, ndaj asaj që është e rëndësishme për ju, për ta mbrojtur sa më shumë që t'jetë e mundur kundër të tjerëve. Ky intensitet për disa peshore mund të jetë në lidhje me fëmijët tuaj për të mbrojtur fëmijët ndaj një personi, mund të keni një takim me mësuesit apo mund të keni një rrethan ku ti duhet të tregosh atë shpirtin tënd luftarak, ku ti duhet të të kalosh pak nga ajo energjia diplomate, sepse keni parasysh në Mars kemi shumë energjin, jemi në sezonin e dashit, është pikërisht tranzicioni, shumë planete janë në dash, në peshk dhe deri në gjysmën pastaj të dytë ku futemi në mbas datës 20, futemi në sezonin e dashit dhe kjo ju kthen nga ajo energjia juaj klasike si peshore, me llogari, ta mendojmë me kujdes, mos prishim, mos mbesim hatër me askënd, mos prishim qefin me askënd, jetë gjithçka sa më pozitive në situata ku nuk mund të bëjnë gjërat ashtu. Ndonjëherë ti duhet të luftosh, ndonjëherë ti duhet të përballesh me të tjerët, duhet kundërshtosh, duhet të mbrosh të drejtën tënde apo të drejtën e një personi që ti e do, e ke për zemër. Këtu sigurisht raporti në çift, po mund të jetë edhe fëmia, mund të jenë prindrit, mund të jetë një person i familjes që ti e ke shumë për zemër, mund të jetë edhe një person, një që shoqe ose shok, një person që ti ke një raport shumë të mirë, që mund të dëgjosh fjalë për këtë person, edhe ti pastaj flet e mbron, i del për zot, siç themi. Kurse në javën e tretë, këtu kemi një hënë të re me datë 19 në peshk. Dhe kjo është një energji shumë fluide, është një energji fluide, një energji që të kërkon të relaksohesh disi nga intensiteti i eklipsit, i javës së dytë, të qetësohesh, të lejosh gjërat që të rrjedhin në mënyrë të natyrshme, të ndjekësh ëndrat, të ndjekësh dëshirat e tua pa frikë. Është shumë e rëndësishme të kesh besim në këtë javë. Mendoje hënën e re si një fillim të ri, komplet, dhe në peshk beso tek Zoti, beso tek universi, nëse ke një besim të caktuar fetar, mund të ndjekësh një ritual ose një lutje specifike që gjithçka që ndodh në jetën tënde, në këtë periudhë, në këtë muaj, gjatë marsit, në këtë fazë ku ti je, ti lejon që çdo gjë që të vi për ty, të jetë për mirë, lutesh për veten tënde, për familjen tënde, për njerëzit që ti i do, dhe që gjithçka e keqe të largohet, të ikë nga jeta jote dhe të kthehet çdo gjë në mirësi, çdo gjë në paqe. Kjo është një periudhë për ta ulur pak ritmin, sepse energjia e harmonisë më tregon që do keni periudha peshore nga një ekstrem në ekstremin tjetër, me lodhje, me ngarkesë, me nxitim, përpiquni të gjeni ekuilibrin. Përpiquni gjeni ekuilibrin dhe ju si peshore kjo pjesë është shumë esenciale për ju, që gjithmonë të gjesh as shumë punë, ngarkesë, lodhje, ambicie, gjëra që do të arrish, as komplet pastaj fokusi në marrëdhënie deri në pikën që ti humbet identitetin tënd dhe bëhesh njësh me partnerin ose partneren që je në lidhje. Jo, ruajtja e ekuilibrit ku edhe ti si person je i plotësuar, ke punën, ke ëndrat, ke dëshirat e tua, por nga ana tjetër je dhe mirë në çift dhe raporti është i shëndetshëm, është idealja. Punoni pak me këtë pjesë në javën e tretë, sidomos gjatë hënës së re. Kurse java e fundit është një javë më e qetë, një javë ku nga ana emocionale ju shikoj shumë më mirë në krahasim me fillimin e muajit, zhgënjimet, hatërmbetjet, ato plagët e zemrës, të shpirtit, po fillojnë dal nga dal të mbyllen. Për disa peshore, çdo gjë e keni lënë pas, çdo gjë bën sens, sepse duhet kaloni disa eksperienca në mënyrë që të kishit këtë bekim, pikërisht me këtë person që është në jetën tuaj dhe do të jetë një person shumë i rëndësishëm në jetën tuaj gjatë muajit mars,
ndiheni shumë më mirë, nuk keni frikë, nuk keni dyshime se ky person mund t'ju lëndojë, përkundrazi, po shërohet pikërisht plaga, zhgënjimet e mëparshme, të gjitha po arrini të shëroheni dhe të kaloni në një fazë shumë herë më pozitive. Po jeni goxha të ndjeshëm gjatë marsit, sepse edhe nga orakulli, mesazhi për ju nga orakulli i gjelbër më thot tranzicion. Dhe shikoni, kemi numrin 11. Nëse ti numrin e jetës je peshore dhe numrin e jetës e ke 11 ose ke lindur me datë 11, ky mesazh është specifik për ty. Dhe është e thjesht për ta llogaritur numrin e jetës, thjesht mblidhi datën kur ke lindur, me muajin, me vitin, të gjithë numrat si numra tek. Nëse numri që të del është një numër 2 shifror, nëse është 11, mos e mblidh më. Nëse është numër tjetër, mblidhe sërish. Nëse del tek numri 11, ky mesazh është specifik për ty. Për ju jeni në këtë fazën e tranzicionit, të kalimit nga kjo pjesa e të fshehurit të gjërave, frikra, pasiguri në përballjen me realitetin, në përballjen me frikën, në përballjen me atë gjë që ty të më përpara e ke frenuar veten dhe të dalësh nga ana tjetër akoma më i fortë ose më e fortë, më e fuqishme, më e realizuar. Se ndonjëherë gjëja më e mirë që mund të bësh është atë gjë që ti e ke frikë, atë gjë pikërisht të përballesh me të. Dhe forca që merr mbas këtij procesi të metamorfozës gati të kalimit të rrezikut edhe të paranojës, të pasigurisë, gjithçkaje të bën që të jesh shumë më të kesh besim tek vetja jote, të jesh një version shumë herë më i mirë i vetes, thjesht menaxhoni emocionet, mos kaloni nga një ekstrem tek tjetri, përpiquni të jeni sa më të qetë, gjithçka zgjidhet, energjia e shumtë emocionale në këtë kohë duhet kanalizuar nëpërmjet natyrës. Shpenzoni kohë në natyrë. Është shumë mirë për ato peshore që kanë energjinë e 11-s, po edhe ato peshore që mund të kenë ascendenten ose hënën në gafore, të jeni afër në vend me ujë. Mund të jeni afër një liçeni, afër në bregdet, në një vend me lum, po të shikoni ujë, të qetësoheni, të shpenzoni kohë në natyrë, të lejoni që këto emocione të shumta të shkarkoni duke shpenzuar edhe pak kohë, duke u relaksuar jashtë, duke ndjerë këtë lidhjen me natyrën, kjo do të jetë shumë pozitive për ju në këto periudhat e ngarkesës, sidomos të javës së parë edhe të dytë. Më tej pastaj ju shikoj shumë herë më të qetë. Unë ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbar, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos u mbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Dhe nëse doni të mësoni të lexoni vetë letrat tarot dhe letrat e orakullit, të dyja pakut mund t'i porosisni në etsy.com dhe tek linku i websajtit. Gjithashtu dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.